Sot do të flasim për një zhdukje vërtet misterioze. Në fakt, në kanalin tim kemi folur edhe herë të tjera për zhdukje misterioze, siç është për shembull zhdukja misterioze e djaloshit Lars nga Gjermania, por në fakt rasti sotëm është vërtet interesant. Do thoni ju pse? Këtë do ta zbulojmë së bashku. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me rastin e ditës. Sot do të flasim për zhdukjen e Brandon Swanson. Brandon Swanson ishte një djalë 19 vjeçar i lindur më 30 janar të vitit 1989 në Minnesota në Amerikë. Prindit e tij ishin Brian dhe Annette Swanson. Ai kishte edhe një motër me të cilën ishte rritur dhe ishin shumë të lidhur me njëri tjetrin. Familja e tij ishte e bukur, e dashur dhe mbi gjitha ishin shumë të bashkuar. Brandon jetonte në një qytet i cili quheshte Marshall, pikërisht në Minnesota, por që të kishte një familje në qytetin e Minnesotës ishte jashtëzakonisht shumë bukur sepse Minnesota ishte një qytet perfekt për të krijuar familje. Mbi gjitha, kriminaliteti në Minnesota ishte jashtëzakonisht shumë i ulët. Por Brandon ishte një fëmijë shumë inteligjent, një fëmijë shumë i zgjuar, gjë që ishte dukshme që në fëmijërinë e tij. Gjë që pëlqente më shumë ishte të lexonte libra, por nuk është se thjesht i lexonte librat, por i përpinte ato njëri pas tjetrit. Por me kalimin e viteve, me kalimin e kohës, arrim në vitet 90 dhe teknologjia futet dhe gjëja që i pëlqente atij pas librave ishin pikërisht videolojrat. Brandon ishte një djalë më i pjekur se mosha e tij. Prindit e tij i besonin atij verbërisht, ndërsa për sa i përket shokëve, ato thonin gjatë gjithë kohës që ishte një djalë i vendosur, një djalë këmbgulës që nëse donte të arrinte një objektiv, nëse do të arrinte diçka, o do arrinte o do të arrinte, nuk kishte rrugë tjetër. Kishte një lloj sensumori shumë të lehtë, pra dashje pa dashje të bënte ta pëlqeje këtë djalë. Mbi gjitha njerëzit e përshkruajnë atë si një person të vëmendshëm, një person i respektueshëm dhe mbi gjitha që kujdeseshte për njerëzit që donte. Në moshën 15 vjeçare, ai gjeti një punë të vogël pranë një nga këto supermarketet lokale, gjë që do të zgjaste për 4 vite të jetës së tij. Por me kalimin e kohës, me kalimin e moshës, ai filloi të zhvillonte një lloj pasioni të veçantë për shkencën, gjë që do të ndikonte drejt për drejt tek studimet e tija. Në vitin 2007 diplomohet në shkollën e mesme Marshall dhe më pas regjistrohet në kolegjin e qytetit Canby, që ndodheshte rreth 50 km larg Marshall, në një zonë periferike. Ai zgjedh një deg specifike në këtë lloj kolegji të studionte turbinat me erë, diçka për të cilën Brandon ishte shumë interesuar. Plus që nuk ka nevojë të ashtoj pra faktin, sepse deri më tani e keni kuptuar që ishte një nxënës shembullor në shkollë, por vitin e parë të kolegjit, pra ai vendosi që të eksplorojë, le të themi, mundësitë të tjera për të ardhmen e tij. Kështu që vendosi që të përfundoj komplet vitin e parë dhe pikërisht vitin tjetër regjistrohet në një universitet tjetër i cili ndodheshte në Iowa, pra ishte një shtet komplet tjetër. Ndjeshte shumë i emocionuar, shumë i lumtur, mbi gjitha në maj të vitit 2008, pra mbaroi vitin e parë të kolegjit dhe u regjistrua në universitetin tjetër. Ndjeshte shumë i emocionuar, shumë i lumtur sepse tashmë për herë të parë, pra do të jetonte vetëm pas disa viteve, sepse deri më tani jetonte me prindit e tij dhe pikërisht këtu hapet një kapitull i ri për jetën e tij. Dita e fundit në këtë universitet ishte pikërisht 13 maj. Dhe atë mbrëmje Brandon me disa nga miqtë e tij kishin vendosur pra që të festonin mbylljen e vitit shkollor. Nuk është se ishte një festë e mirëfillt, por thjesht ishin 4-5 shokë së bashku që do të mlidheshin tek shtëpia e njërit dhe do të bënë një festë të vogël, pra një lloj aperitivi, natyrisht kishte edhe pije alkolike sepse ishte një festë, sepse siç mendoj gjithë një festë nuk ka kuptim nëse nuk ka pije alkolike. Kjo shtëpi e mikut të tij ndodheshte në qytetin Lynn, një qytet i vogël rreth 10 minuta larg Marshall, por duhet kujtoni që Brandon në këtë festë piu vetëm një pije alkolike.
kështu që nuk ishte as pak i dheur. Tani, është e pamundur që ta dim me saktësi se sa ka pirë Brandon, por në bazë të dëshmive që thanë shokët e tij, ndoshta edhe ato nuk e dinë mirë se sa ka pirë ai, sepse edhe vetë ato kishin pirë, por supozohet që kishte pirë vetëm një pije alkolike. Mbi gjitha, siç u përshkrova edhe më sipër, ai ishte një person i përgjegjshëm, nuk deshte asnjëherë dhe mbi gjitha edhe sikur të deshte, nuk i jepte kurrë makinës. Rreth orës 10:30 të mbrëmjes, Brandon largohet nga festa dhe kishte planifikuar që të largoheshte me makinën e tij në kemping pra në qytetin ku studionte. Arsyeja sepse u largua ishte sepse donte të shkonte përsëri në kemping të takonte një tjetër mikun e tij. Edhe ky miku i tij pra po organizonte një festë. Kështu që Brandon largohet nga festa e parë dhe arrin tek festa e dytë në orën 11:01 të mbrëmjes. Por pikërisht njerëzit në atë festë thanë që Brandon kur erdhi pra piu vetëm një shot whisky. Por pikërisht edhe këtu nuk e se dim saktësisht se sa piu, sepse askush nuk jep një dëshmi konkrete. Por gjë që dim është se Brandon u largua nga festa para mesnatës, pra mbi gjitha nuk qëndroi asnjë orë në atë festë. Por personat që ndodheshin në festë dhe pan atë të largohesh thanë që Brandon ishte jashtëzakonisht shumë i qetë, nuk dukeshte as pak i dheur dhe mbi gjitha ishte në gjendje që t'i jepte makinës. Kështu që Brandon largohet nga festa pas mesnatës. Dhe kështu që mbërrim në 14 maj, ditën e nesërme. Dhe pikërisht më 14 maj fillon misteri i parë i kësaj historie. Në këtë pikë Brandon teorikisht duhet të ktheheshte në shtëpinë e tij në Marshall. Rruga pra nga Kembi në Marshall ishte një rrugë e drejtë, pra një vijë e drejtë që Brandon e njihte jashtëzakonisht shumë mirë dhe mbi gjitha e kishte përshkruar me mira herë gjatë gjithë vitit shkollor. Por për një arsye të çuditshme, Brandon nuk zgjedh që të bëj atë rrugë, por zgjedh një rrugë alternative, pra një tjetër rrugë. Rruga që zgjodhi, pra siç u thash, ishte një rrugë alternative ndaj autostradës, pra ishte një rrugë e vogël, si këto rrugët me zhavor, pa ndriçim, që kalonte në mes të fshatrave, në mes të askundit, me pak fjalë. Por nuk e dim arsyeën se pse zgjodhi atë rrugë. Ndoshta për faktin që nuk donte që të merrte ndonjë gjob nga policët në autostradë, sepse në atë autostradë shpesh kishte kontrolle policie, për faktin që kishte pirë dhe ishte në timon, edhe pse pra ishte në gjendje për drejtuar makinën, policia gjithsesi do t'i vinte gjobën. Okej, është një teori që bën sens, por nuk e dim nëse kjo ka qenë arsyeja e vërtetë. Thjesht janë teori që hedhin policët, hedhin njerëzit që nuk njohin ose edhe thjesht prindit e tyre. Por mund të them që okej, arsyeja sepse zgjodhi këtë rrugë mund të ketë qenë edhe kjo, por nuk dihet me saktësi sepse. Gjithsesi dua të theksoj faktin që Brandon ishte ligjërisht i verbër me njërin sy. Mbante syze, por shikimi i tij nuk ishte perfekt. Pra kjo gjë së bashku me sasinë e alkoolit që kishte konsumuar, faktin që kjo rrugë nuk kishte shumë ndriçim, mund të kishte ndikuar në mënyrën se si ai i jepte makinës. Mbi të gjitha nuk dim as fakte nëse ai e njihte mirë këtë rrugë, nëse i kishte përshkruar dhe herë të tjera apo jo. Për më tepër, kjo rrugë alternative nuk është ishte paralel me autostradën. Mbi të gjitha, pra për të shkuar në Marshall, nga kjo rrugë alternative ishte rruga shumë e gjatë, mbi të gjitha duhet bëje akoma dhe më shumë kthesa dhe ishte një rrugë, le të themi, shumë e vështirë dhe mund të them me gojën plot që ishte një rrugë që mund të humbasësh shumë lehtë. Në këtë moment, ndërsa Brandon po drejtonte makinën, bën një kthes dhe gjendet një rrugë me zhavor, në mes të fushave të mëdha. Këto ishin fusha Misri, ishin fusha të sapombjella dhe ishin në fakt të sheshta, praktikisht 2 fusha bosh. Në këtë pikë Brandon ndodhesht në mes të askundit. Ishte errësirë, mbi gjitha nuk shikonte mirë dhe ndikimi i alkoolit bënte atë të vetën sado pak i dehur të ishte, gjithsesi bënte të vetën. Në atë moment ai merr kthesën, pra që ishte kthesa e zhavorit dhe pikërisht në këtë moment bie në një hendek të vogël së bashku me makinën. Brandon në këtë pikë u përpoq që të nxirrte makinën nga hendeku ku kishte ngecur, por vuri re që rrotat e para të makinës ndodheshin në ajër dhe ishte i bllokuar, pra nuk mund të lëvizte as përpara, por as mbrapa makinën. Aksidenti ndodhi rreth orës 1:01 të mbrëmjes. Duhet theksuar që Brandon po este ngadalë me makinë, por gjithsesi fakti që ishte errësirë bëri që pra makina të binte në hendek. Dhe duhet theksuar gjë tjetër që Brandon nuk kishte dëmtuar fare, nuk kishte asnjë gërvishtje, thjesht ishte i bllokuar në makinë. Kur Brandon kupton që pra nuk ka asnjë mënyrë për të nxjerrë makinën që aty, vendos që të marrë një nga miqtë e tij në telefon, pra që ta ndihmonte. Por në fakt asnjëri prej tyre nuk përgjigjes.
kështu që mbasi kalojnë gati 45 minuta pas aksidentit, vendosën që në këtë pikë të marrë prindit e tij në telefon, sepse fillimisht nuk donte ti merrte, sepse nuk donte ti trëmte, nuk donte ti shqetësonte, sepse megjithatë siç u thash, ishte mesnatë. Imagjino të marrësh prindit në mesnatë dhe thuash që shiko, kam bërë një aksident të vogël, ato vën duart në kokë, pra siç do të gjithë njerëzit. Ai në këtë pikë telefonon prindrit pra dhe u shpjegon saktësisht se ku ndodheshte, çfarë kishte ndodhur dhe në fakt Brandon u thot prindërve të tij që ndodheshte në qytetin Lind dhe i përshkron babait të tij saktësisht se ku ndodheshte, ose më saktë ku mendonte ai që ndodheshte. Por vendi që kishte përshkruar Brandon, pra nga shtëpia e Brandon, pra e prindërve të Brandon, nuk ishte shumë larg, kështu që prindrit e tij arritën jashtëzakonisht shumë shpejt në vendin ku Brandon u kishte përshkruar. Por kur arrin ato nuk gjejnë as Brandon as makinën e tij dhe në këtë pikë telefonojnë menjëherë Brandon dhe i thonë që ku ndodhesh, pra ne jemi këtu, ti ku je? Ndërsa Brandon nga ana tjetër i përgjigjet, jo, unë jam këtu, ju ku jeni? Dhe babai i tij thotë që Brandon ishte shumë i sigurt pra për vendin ku ndodheshte dhe në telefon nuk thoshte që unë mund të jem ose mendoj që jam këtu. Ai thoshe që jam i sigurt ku jam, nuk kam humbur dhe mbi gjitha e përshkruante me detaje vendin ku ishte. Por Brandon nuk ishte në vendin ku ndodheshin prindrit. Pra, prindrit ishin gabim apo Brandon po përshkruante vendin gabim. Meqense Brandon ndodheshe një hapësirë të madhe, pra mes fusheve, ai mendon pra për shkak të errësirës ato nuk mund të shikonin njëri tjetrin dhe në këtë pikë duke folur në telefon me njëri tjetrin thonë që të ndezin dritat e gjata të makinës dhe në përgjithësi sa herë që ndez pra dritat e gjata të makinës, edhe pse personi ndodhet larg, automatikisht mund ta shohësh. Por edhe pse të dyja palët ndezën dritat e gjata të makinës, përsëri nuk e gjenin dot njëri tjetrin dhe situata sapo vinte edhe po bëheshte akoma dhe më frustruese. Në këtë pikë ato ishin të lodhur, ishin të tensionuar dhe fillojnë që të debatojnë paksa dhe në debate sipër Brandon i mbyll menjëherë telefonin nënës së tij dhe më pas pendohet, e merr përsëri në telefon dhe i kërkon ndjes, i thotë që okay, më fal, e di që jemi të lodhur, e di që jemi të stresuar dhe nëna e tij nga ana tjetër edhe ajo i kërkon ndjes, pra i thotë që thjesht ne duam të gjejmë dhe të kthehemi që të gjithë në shtëpi. Kështu që shkon ora 2:17 e mëngjesit. Brandon akoma po u thoshte prindërve të tij në telefon që jam i sigurt ku ndodhem, nuk kam humbur, mbi të gjitha e shikoj qytetin Lind që këtu sepse duken dritat e qytetit dhe u thot prindërve që ka vendosur ta lërë makinën aty dhe të ktheheshte pra në këmbë drejt qytetit Lind sepse ishte afër, sepse thoshe që shikonte pra dritat e qytetit dhe ra dakord me prindit që takoheshin në parkingun e qytetit. Brandon bie dakord me babain e tij dhe i thot pra që të takohen tek parkingu i qytetit Lind dhe mbi gjitha babai i Brandon i thot që okay, unë do të shoj pra të shoj nënën në shtëpi dhe në të dy do të takohemi te parkingu ku e lam. Dhe gjatë gjithë kohës pra që ndodh pra rrugtimi pra në shtëpinë e prindërve të Brandon dhe Brandon që pra përshkonte në parkingun e qytetit, ata të dy ndodheshin në telefon me njëri tjetrin dhe Brandon pra po i përshkruante babait të tij gjithçka se çfarë po dëgjonte sepse ishte errësirë dhe nuk shinte. Ai po thoshte babait të tij që po kaloi nëpërmjet një fushë, pra në këtë lloj mënyre arri më shpejt, mbi gjitha i përshkronte pra që ndjente që një ujë të rrithe dhe mbi gjitha kishte jashtëzakonisht shumë garde. Dhe thotë që o zot, çfarë vështirësie, pra le të themi çfarë bezdije, sepse unë dua të shkoj nga njëra anë dhe ka garde jashtëzakonisht rreth rrotull dhe këto gardet pra më ndryshojnë atë drejtimin e rrugës time. Por gjatë gjithë kohës, pra situata ishte e qetë, ishte pra një lloj bisede normale, asgjë nuk ishte e dyshim. Një moment gjatë telefonatës, Brandon fillon që të thrasi, pra bën këto pasirëmat o drejt, çfarë po ndodh dhe pikërisht në atë moment linja ndërpritet plotësisht. Dhe që nga ai moment askush nuk e ka parë më dhe nuk ka dëgjuar më për të. Pra, imagjinoni, fjalët e fundit të tij janë o dhe bum, ai zhduket plotësisht. Në këtë pikë, babai i Brandon fillon që ta telefonojë atë përsëri pa mbarim, sepse mendon që ndoshta djali i tij ka rënë diku, është vrarë, është lënduar, pra dëshiron që ta ndihmojë. Dhe mbi gjitha e telefonon përsëri sepse mendon që ndoshta nga telefonata që i bën djalit të tij mund të shikojë dritën e telefonit. Por pa rezultat. Në këtë pikë telefonon shoqen e tij, pra gruan e tij dhe së bashku me të fillojnë që të kërkojnë Brandon kudo që ndodheshin.
Më saktë, rezultatet që bën ato të dy nuk patën asnjë kërkim dhe në këtë pikë marrin në telefon miqt e Brandon, i pyesin se ndoshta ato mund ta dinë se ku ndodheshte Brandon, por asnjëri nga ato nuk e din se ku ndodhen dhe u thon miqve që të vinë pikërisht aty ku ndodheshin dhe të kërkonin Brandon sepse ai nuk diheshte ku ishte, pra nuk bëheshte i gjallë. Pas disa orësh kërkimi, në orën 6:10 të mëngjesit, prindit u drejtohen autoriteteve pra për të bërë denoncimin për zhdukje. Por përgjigjja që marrin nga autoritetet ishte në fakt shumë zhgënjyese. Ato thonë që nuk mund të bëjmë asgjë sepse Brandon tashmë është i rritur, është maxhoren dhe në një farë mënyrë kishte të drejtë pra të mos të gjendeshte, sepse sipas atyre ndoshta është fshehur nga dikush, ndoshta është fshehur nga prindit, pra nuk do që të gjendet. Por në fakt kjo gjë nuk bënte sens, sepse vetëm disa orë më përpara prindit po flisnin me Brandon në telefon pikërisht për këtë arsye sepse ai donte të bashkoheshte me prindit e tij. Dhe përgjigjja që dhan autoritetet pra për ta nuk bënte sens, nuk bënte kuptim. Kur në fund vendosën pra të vepronin, filluan që të kontrollonin, ato zbuluan përmes telefonit të tij që Brandon ndodheshte në fakt 40 kilometra larg nga vendi ku mendonte që ai ishte dhe kishte përshkruar me aq siguri. Por në fakt kjo ishte një zonë komplet tjetër dhe kjo ishte arsyeja sepse ai së bashku me prindit e tij nuk mund ta shikonin njëri tjetrin. Policia fillon menjëherë kërkimet, por meqense zona që ishte zhdukur ai ndodheshte mes dy qyteteve, përfshihet në lojë pra edhe departamenti i qytetit tjetër. Dhe gjatë kërkimeve që bëjnë pra gjejnë makinën e Brandon që ishte akoma në hendek. Dhe me kalimin e ditëve, pra me kalimin e kërkimeve, përfshihet në lojë dhe një qytet tjetër. Dhe pikërisht edhe departamenti i policisë i aty qyteti pra të tretë futet në lojë, pra fillojnë kërkimet pra janë 3 departamente policie pra në total që kërkojnë Brandon. Departamentet e policisë që po kërkonin Brandon kishin me vete edhe qenë gjurmues dhe ndodheshin pikërisht përballë makinës së Brandon. Por për faktin që makina e Brandon ndodheshte përballë një pra ere, le të themi një burimi ere të fortë, qenë nuk mundën që të nuhasjen asgjë. Dhe për këtë arsye merret një rrobë e Brandon, pra një bluzë e Brandon dhe u jep veçenëve të gjurmues ta nuhasin, pra që të gjurmojnë Brandon. Dhe pikërisht në këtë moment një nga qenët gjen një gjurmë dhe fillon që ta ndjeki atë. Policia i vihet pas. Por rruga që ndjek qeni të çonte përballë një lumi i cili quheshte Yellow Medicine River dhe pikërisht në këtë moment qeni hidhet në ujë dhe të gjithë mendojnë që Brandon ndoshta ka rënë pikërisht në atë lum. Por qeni menjëherë del nga uji dhe vazhdon të ndjek pra erën e Brandon, por fatkeqësisht pikërisht në atë moment ai humbet gjurmët e Brandon. Kjo ndodh në një pikë ku ishte një pjesë rruge me zhavor që ishte niveluar vetëm pak orë më përpara. Qenë gjurmues janë në fakt shumë të ndjeshëm, edhe një ndryshim i vogël si era mund ndikojnë në nuhatjen e tyre. Pra, fakti që toka ishte lëvizur dhe rrafshuar bëri që gjurma e Brandon të humbiste plotësisht. Megjithatë, rruga që po ndiqte qeni kishte shumë kuptim, sepse nëse e kujtoni, Brandon thoshte që ndjente pra një zhurmë uji pra që rriste dhe ishte pikërisht lumi dhe gjatë rrugës pra që kërkojnë Brandon, ato policia ndeshen me gardë dhe kujtoni që Brandon i përmendi babait të tij që ndodheshin jashtëzakonisht shumë gardhe rreth e rrotull dhe pikërisht nga ai vend dukeshin dritat e qytetit Porter dhe Brandon pra mendonte që ishte qyteti i lind dhe për këtë arsye ai ishte ngatruar pra dhe mendonte që ishte qyteti i lind, por në fakt ishte një qytet komplet tjetër. Duke u bazuar tek kjo gjurmë, ato arrin që të përcaktojnë pak a shumë pra vendin ku supozohet që Brandon të ketë thënë o për herë të fundit dhe pikërisht linja është ndërprerë. Dhe në këtë pikë policia vendos disa barrierja në ujë për të kapur çdo mbetje që mund të ketë çuar rryma pra trupin e tij, sendet e tij personale, telefonin e tij pra çdo gjë tjetër. Por kërkimet vazhduan për plot 30 ditë dhe jo vetëm që Brandon nuk u gjet, por asnjë nga sendet e tij nuk u gjet. Një tjetër pikë interesi për autoritetet ishte dhe kanali kullues, pra një ndarës ujërash dhe policia mendon që Brandon mund të ketë rënë pikërisht aty. Një teori tjetër thuhet pra mendohet që Brandon mund të jetë rrëzuar, mund të jetë vrarë, pra mund të jetë lënduar dhe gjatë momentit kur është rrëzuar i është shtyr telefoni dhe nuk ka mundur pra të marrë në telefon përsëri. Dhe duke menduar që ai mund të jetë plagosur dhe natën bën jashtëzakonisht shumë ftohtë, mund të ketë pësuar pra hipotermi dhe të ketë vdekur. Në këtë pikë njerëzit që kërkonin Brandon ishtin jashtëzakonisht shumë. Pra 3 departamente policie, qenë gjurmues, familjar, vullnetar ishin bërë më shumë se 1900 kërkime me qenë gjurmues, me helikopter nga sipër dhe gjitha kërkimet ishin bërë me GPS, pra që të kuptonin pra që kishin kontrolluar çdo centimetër katror të asaj fushe. Dhe Brandon askund nuk gjendeshte
kishte as edhe një gjurmë e vogël. Vitet kalonin dhe fatkeqësisht për prindërit e Brandon tashmë ato e dinin që ndoshta nuk do ta gjenin më kurrë djalin e tyre, por megjithatë nuk kuptonin se çfarë ndodhi saktësisht atë natë. Prindrit kur u kthyen në shtëpinë e tyre lanë dritën e verandës pra të shtëpisë së tyre ndezur gjatë gjithë kohës dhe që nga momenti kur Brandon u zhduk, ajo dritë kurrë nuk u fik, në sensin që nëse Brandon një ditë do të ktheheshte, do të shikonte shtëpinë e tij nga larg dhe ajo dritë pra ndoshta do ta ndihmonte. Por një gjë tjetër që prindrit e Brandon nuk do të harronin kurrë, nuk do të harronin mënyra se si agjentët e policisë u sollën me ato kur këto të fundit denoncuan zhdukjen e djalit të tyre. Dhe ato mendonin që nëse agjentët e policisë do të kishin lëvizur më shpejt, do të kishin filluar kontrollet më shpejt, ndoshta djali i tyre do të ishte gjendur. Në këtë pikë Anet, nëna e Brandon, shkoi të takonte Marty Safe, i cili ishte një antar i dhomës së përfaqësuesve të shtetit të Minnesotës dhe së bashku punuan për një projekt ligj dhe më pas e quajtën ligji i Brandon. Deri në atë moment, autoritetet gjithmonë angazhoheshin kur kishin fëmijë të zhdukur, pra raste për fëmijët e zhdukur, sepse ekzistonte një program i cili quhej Missing Children Program. Por fakt këtij ligji, pra që bëri Anet së bashku me Martin, filluan që policia pra të angazhoheshte edhe kur kishte pra persona të rritur të zhdukur. Dhe ky ligj u miratua në korrik të vitit 2009 dhe 4 shtete të tjera e miratuan pikërisht të ligj. Dhe mbi të gjitha u hap një linjë telefonike për personat pra që kishin informacione në lidhje me Brandon. Deri në vitin 2015 u mblodhën plot 90 sinjalizime, por duke marrë parasysh që ishin një zakonisht shumë vite kërkime dhe gjatë gjithë këtyre viteve kërkimeve janë marrë vetëm 90 sinjalizime, janë një zakonisht shumë pak. Por duhet thënë që ky rast është vërtet i mistershëm, ka shumë teori, 2 prej tyre i përmendë pak më sipër, pra mendohet që ose ka rënë në lum ose në atë kanalin kullues ku mendojnë autoritetet, nga ana tjetër mendojnë që ndoshta është plagosur dhe për shkak të ftohtit ka kaluar në hipotermi dhe ka vdekur, pra dhe përsëri ka rënë në lum. Fakti që nuk mund të telefononte sepse mendohet që telefoni i tij pra është thyer, pra është dëmtuar, pra nuk dihet saktësisht. Tani dua të specifikoj se pas një farë kohe, ato arritën të vërtetonin arsyen se pse telefoni i Brandon binte. Ju kujtohet që babai i tij e telefonoi pra Brandon, pra në momentin ku ai mbylli telefonin, e telefonoi përsëri me shpresën që ndoshta do të shikonte dritën e telefonit, do të gjente djaloshin e tij. Në fakt, është zbuluar se disa kompani telefonike dhe pikërisht në Amerikë ka një lloj shërbimi të veçantë për telefonat, në faktin që nëse telefoni është dëmtuar, është thyer, ka rënë në lum apo kudi se çfarë, personi tjetër që telefonon, pra që bën thirrjen nga telefoni i tij, mendon që thirrja është rregull, pra shkon telefonata. Por në fakt telefoni mund të jetë shkatruar plotësisht, por thirrja vazhdon që të jetë. Pra, fakti që binte telefoni, kjo gjë nuk do të thonte asgjë, por një gjë është e çuditshme që si është e mundur që në gjithë këto vite pra kërkimi nuk u gjet asnjë grimcë e vogël, as syzet e tij, as telefoni i tij, as rrobat e tij, as këpuca e tij, pra nuk u gjet asgjë. Dhe ajo fraza që tha në fund o drejsh, pra përpara se të zhdukishe, çfarë nën kuptonte? E tha sepse diçka po ndodhte në atë moment, apo e tha ndërsa po ndodhte diçka, sepse sigurisht ekziston edhe teoria që dikush mund të ketë bërë keq. Duke supozuar faktin që ishte vetëm fush, pra ishte errësirë, pra nuk ka parë asgjë, pra ndoshta është ndeshur me diçka apo ka hasur diçka, ose nga ana tjetër mendohet që ndoshta një pronar i asaj fushe ka dalë edhe duke menduar që Brandon mund të ketë qenë një hajdut, e ka goditur atë me armë dhe për të mos pasur pra probleme mund të ketë shehur edhe trupin, por kjo gjë nuk është e sigurt sepse siç u thash është vetëm një teori. Duke qenë që nuk është gjetur asnjë provë, pra siç u thash pak më sipër, fatkeqësisht nuk dihet se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Dhe kjo është pjesa më e tmerrshme për prindit e tij, të mos ditë se çfarë ka ndodhur. Pra imagjinoni një moment, pra fëmia jot pra në thonjza të ketë humbur, ti të jesh duke folur në telefon, është një situatë komplet e qetë, komplet normale, ai të shpjegon se ku ndodhet, çfarë e rrethon, çfarë ndjen, çfarë shikon, pra çdo gjë tjetër, dhe një moment ai thot o drejt dhe më pas bum, asgjë, jeta nuk është më si më parë. Pra, jeta jote tashmë ka ndryshuar komplet në 360 gradë dhe mund të them që është një situatë vërtet e rëndë për prindit e tij. Kjo në fakt ishte e gjithë historia e tij, këto ishin gjithë informacionet që gjeta në lidhje me rastin, siç u them gjithnjë, më shkruani poshtë në komente mendimin tuaj, unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon radhës. Dhe atëherë, ciao ciao.